Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Mirëmëngjesi njerëz, sot jemi duke shkuar tek një mall diku në New Jersey. Është një ndër këta më të mëdha, më duket aty në New Jersey, edhe do takoj shoqen time me gjithë burrin e vet, edhe jam duke ikur me të dashurin tani. Është hera e dytë që kalojmë këtu përballë në mes të Central Parkut, edhe pamja është shumë e bukur. Tash t'ua tregoj kështu që shikojeni sa cute që duket. Edhe ndërkohë në të dyja anët është Central Park. Duket shumë bukur, më kalon kështu, kam krijuar edhe këto si tip tunele që mund kalojnë edhe njerëzit sipër. Me sa mbaj mend, kur kaluam herën e parë, sepse më zuri edhe gjumi pakës kur ishim në kthim. Me sa mbaj mend edhe pjesa tjetër e rrugës do është super e bukur, sepse ka edhe atë pjesën e ujit. Edhe do u marr aty tek molli, nuk kam qenë asnjëherë aty më përpara, di që ka edhe Zara, sepse më kërkuan edhe një herë kur isha në punë për të shkuar atje për të suportuar dyqanin e atyre për më duket diku tek 2 javë, gjë që nuk e bëra. Edhe të shkoj ta shikoj sot të paktën, sepse më duket është edhe dyqani i ri dhe më duket i kanë rregulluar edhe ato mobiljet apo gjërat që kanë aty. Kështu që pa. Let's figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Kemi 5 minuta, 10 minuta që po kërkojmë për një parkim dhe s'po gjenim asnjë deri këtu në atë levelin e fundit që është më sipër. Edhe ndoshta na duhet të ecim goxha. Plus që edhe paguam. Edhe gjëja interesante që ishte është se morëm atë kartën që zakonisht merret kur paguan, edhe që e përdor edhe kur e del pastaj që të mund të hapin atë gjën që e dini ju, se di emrin. Atë portën domethënë. Edhe direkt na kishin bërë foto atë targën edhe e kishin vendosur aty tek ajo karta, gjë që mu duk shumë e çuditshme, por që siç bë ka Amerika me sa duket. Tani e gjetëm parkimin edhe thjesht na duhet të gjejmë erën edhe të shkojmë aty vërdall tek molli. Shikojeni sa e bukur është kjo gjeja këtu. Kjo është si kur jenë në brava. Sa cute. Ky molli që nga shumë i madh edhe tani jemi duke kërkuar erën, është para një dyqani, edhe nuk po shkojmë, ndërkohë më të largojmë që nga ana këtej se kam frikë. Po sa bukur që nga të poshtë duhet patjetër që të dalë të bëj ndonjë foto, sepse nuk është se jam veshur shumë për atë vendin aty. Po tani jemi duke kërkuar erën, por që nuk e kam ide fare se ku mund të jetë. Edhe kemi një 5 minuta që po ecim edhe nuk po shikojmë dot. Në ky vendi këtu është një magji. Ika tani. Erdha në shtëpi dhe që të thoni juve, unë e bëra dëmin. Nuk u tregova shumë aty sepse shkuam edhe për të ngrënë që disa kebab, ishte një doner kebab, edhe ishte gjermane, më duket se në Gjermani ka shumë nga këto kebab turk. Edhe me sa duket ishte dhe ajo aty, ishte shumë e mirë ajo gjë, përveç se do doja pak fare më shumë krip tek ajo. Edhe harrova të tregoja, harrova fare të filmoja duke qenë se isha kështu, oh, wow, këtu, wow, aty. Nuk isha qenë asnjëherë në atë mollin atë. Kishte një pistë me ski dhe dukej sikur ishte në natyrë, kishte edhe si tip teleferiku, nuk e di se si quhet ama, po ishte si tip teleferiku i hapur. Edhe kaloja atje dhe dukej, domethënë kur e shpash nga xhami dukej fiks sikur ishte në periudhën e dimrit. Mund të luaje me këto lojrat, nuk e di si quhen ato rotacilet që luan, që rrotullohen kështu, kishte shumë gjëra, domethënë që mund të luaje, kishte aktivitete për fëmijë, sidomos ato që janë familjar, domethënë mund të kënaqeshin pafund aty. Por kishte edhe rroba, edhe këtu në New York unë nuk kam parë Primark. Di që është një diku në Brooklyn shumë larg, edhe ka një muaj apo 2 muaj më duket që është hapur një diku në Queens, më duket në Queens Center, por që unë nuk kam qenë asnjëherë. Edhe gjithmonë kam dashur të shkoj, sidomos për ato pijamat që ata kanë, kështu që duke qenë se e pash aty në New Jersey.
e mbusha çantën plot, po nuk mora shumë gjëra sepse doja akoma më shumë, domethënë. Por nuk mora shumë sepse nuk e dija se do më rrinin edhe duke qenë se është goxha larg. Është 1 orë me makinë, po duke qenë se paguajmë edhe tollsa. Domethënë ajo taksa e rrugës, që është goxha, domethënë ishte më duket $16, por ne më duket paguam pak më shumë sepse kaluam nga një urë tjetër e diçka e tillë. E nejse, edhe duhet kalosh gjithë ditën aty, kështu që thash po marr më mirë gjëra që e di që do më bëjnë ose që edhe po nuk më bën varja. Edhe kështu. Shumicat e gjërave i kam marrë të brendshme, kështu që nuk do të tregoj atë. Po tregoj vetëm disa gjëra që mund t'i tregoj. Fillimisht është kjo çanta, duke qenë se të dashurit tim ju prish çanta që mban gjërat, thash kjo ishte vetëm që ka $13, është $13, kështu që thash po e marr një kështu si për të shpejtë për patarni derisa të marr një tjetër. Edhe pse nuk ishte e keqe, do doja të kishte pak xhepa më shumë, ka vetëm një brenda këtu. Edhe ka edhe këtë gjë. Po, ka edhe një këtu që mund të mbash ndoshta çelsa, ti kesh për më kollaj. Edhe këto nuk e di pse i ka, për të mbajtur një stil relax që më duket pak nonsense, po nuk e di, domethënë më duket pa kuptim. Mora edhe disa kana tjera për të dashurin përsëri. Edhe për vete, tash nuk dua të tregoj të tjera, po do të tregoj këtë. E shikoni? Këtë gjë. Kjo bëri $15, nuk ishte shumë fare, ka të pjesën e elastikus këtu. Domethënë është goxha e ngushtë, si tip korseje domethënë. Edhe unë kam marrë masë më të vogël, është kështu, e doja më shumë për pjesën e fustanit, se sa herë vesh fustane kam siklet, pjesën e mbatjeve, mos më duket, mos nuk më duket. Edhe kjo është super, domethënë që mos e kesh me rak fare dhe prandaj mora më shumë. Edhe pse problemi është tu të rripat që nëse vesh në një fustane bust apo me rripa të holl, nuk mund ta përdorësh këtë, por në përgjithësi mendoj se është super mirë ose edhe për funde, sepse unë gjithmonë vesh pantallona të shkurtra poshtë, por në këtë rast mund të vesh ndoshta vetëm këtë. Edhe thash që bëri vetëm $15. Edhe ato gjërat e tjera nuk po i tregoj, edhe pse janë super cute, nuk keni ide njerëz se sa gjëra cute që pash, kishte një palë pijama që ishin me lulka. Edhe doja që t'i merrja edhe ato, por kisha frikë pas nuk më bëni, kështu që nuk i mora. Mora këtë çorapet ama. Që sa i pash, domethënë nuk dashurova me këtë ngjyrën, është kjo ngjyra e butter yellow, e verdha e gjalpit. Edhe të gjitha këto bën vetëm $4.50, që më duk pak e çuditshme sepse këtu në New York janë gjëra shumë të shtrenjta. Madje edhe kur kam marrë në shenjë apo në Timuj kam marrë më të shtrenjta se kaq, kështu që i mora direkt. Unë akoma se kam hiq kapelen sepse më është rritur floku edhe më kanë dalë thenjat edhe nuk e di, domethënë nuk më pëlqen fare, kështu që tash më mirë po mbaj kapele, po mendoja të bëj edhe një cheesecake, kështu që ndoshta bëj edhe atë. Edhe kam filluar edhe një libër njerëz, se ti fare si e ka emrin. Kam lexuar diku te 50 faqe, është nga Frida që ka bërë edhe shërbëtore. Edhe më duket interesante, ato 50 faqe që kam lexuar më duken interesante dhe Frida e ka pak atë stilin që të mban pak të në tension, domethënë se çfarë do ndodh më vonë. Kështu që ndoshta pastaj në darkë me këtë do merrem, do lexoj pak edhe kështu. Nesër do takoj Erën përsëri sepse kemi lënë për të shkuar për barbecue, më vdes për barbecue, domethënë nuk e di. Nëse më thua mua të shkojmë për barbecue, domethënë më mori zemër. Kam marrë me kujdes sepse herën e parë si e kam përdorur. Shikojmë sa e mirë duket. Mirëmëngjesi nga dita tjetër, doja të filmoja pak në shtëpi kur isha duke bërë gati, por që nuk pata mundësi fare sepse jemi me shumë vonesë, duhet ishim nisur në orën 10 edhe tani është ora 10:20. Kështu që jemi shumë vonesë, duhet të shkojmë edhe te dyqani i peshkut për të marrë peshk, edhe kemi edhe një punë të vogël në bank, kështu që kemi punë. Por tani do ikim, duhet të shkojmë te dyqani i peshkut me vrap për të marrë peshkun, edhe më pas do nisemi. Rruga më duket ishte diku tek 1 orë, uroj të mos ketë trafik, sepse nesër është Memorial Day. Edhe njerëzit janë të gjithë pushim, edhe ishte edhe kjo fundjava tani, kështu që të gjithë janë duke ikur ose kanë ikur. Edhe nuk e di për pjesën e trafikut se si do jetë, sepse dje ishte skandal. Domethënë kishte goxha trafik, sidomos pjesën që ikëm, edhe shkuam aty tek ajo qendra tregtare. Unë bëra edhe një bukë që doja ta tregoja shumë se si e bëra, por nuk kisha kohë për këtë. Kështu që po, e kam aty. Nuk e dija si ka dalë, sepse kam bërë shumë e shpejt, madje nuk ishte edhe shumë mirë dhe bëra më të vogël se zakonisht. Ika. Hey,
Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back. Sa po erdhëm këtu, por nuk po gjejmë dot vend tamam, sepse ato vendet që janë kështu si më cute, ne kanë zënë njerëzit e tjerë. Dhe erdhëm te kjo pema këtu, edhe këtu nuk është keq, po thjesht nuk është se do kemi atë privatësinë si zakonisht e kemi. Po që nga goxha freskët, ndërkohë pamja në anën tjetër është kështu, edhe duket shumë cute. Se s'dua të nxjerrë shumë njerëz. Edhe kështu, tani do nxjerrim gjërat, edhe ndërkohë shikoni çfarë na ka dhënë mami të dashurit tim. Në fakt Era, jo shoqja ime, do merrte ëmbëlsira, edhe unë thash nuk do marr, por duke qenë se mami i dashur kishte dhe këto i mora me vete. Kjo më duket është sheqerpare, kishte bërë të freskët. This is my favorite! Shiko çfarë ka sjell. Oh my god, sa e bukur është kjo. E ka bërë vetë, edhe shikojni sa bukur më ka sjell një 4 copë. This is perfect! Edhe ndërkohë na ka vënë të gjitha këto i ka bërë vetë. Këtu në ka dhënë baklava, cila është e bërë më duket me pistachio, ndërsa kjo këtu është buka që bëra unë. Idzie da manafera. Just me, do you feel the same? Were you up all night thinking you should maybe go your own way? I've been feeling so small, watch the clock ticking off the wall. Tani do t'rregoj me vrap se çfarë kam blerë në supermarket. Fillimisht do t'rregoj këto 2 pjatat. Është kjo këtu me këto lemonkat e bukur, edhe kupa cila ka lemonat në arë, por edhe këtu brenda është sa bukur duket. Këto i ka marrë të dyqani me $1, me 1.25 cent. Edhe është sa të bukura, ka marrë 2 pjata edhe 2 kështu, po duke qenë se kam hedhur për të larë në lavamar. Mora vetëm këto 2 që t'ua tregoj. Edhe nuk e di, më japi shumë vibe pranvere, vere, edhe ndaj mora. Kam marrë një kos çobani, gjithmonë e marr kosin kos grek edhe plot, domethënë me qumësht të plot pa hequr yndyrën. Kam marrë mish pule, e kam marrë organik. Doja që të merrja pjesën e trashës, thajs. Nuk e di si e quani ju, ne e quajmë trash nga zona e Lushnjës. Atë pjesën sipër kofshës, por duke qenë se nuk ishte, mora fileto. Kam marrë specka të vogla, kam marrë miell sepse unë kam filluar që e bëj bukën vetëm në shtëpi. Kam marrë disa lemona, kam marrë edhe këtë gjë. Nuk e di se çfarë arome kam, supozohet që është aromë nektarine dhe limoncello, por nuk e provova atje se s'mund ta hapja, domethënë jam tani do e hap. Edhe ta shikoj se çfarë arome kam marrë. Nuk u thash, po të gjitha këto so far kam marrë tek Lidl. Duke qenë se është si supermarketi më i lirë që kemi këtu për momentin, edhe pse kam pak larg për shkoj me makinë.
Edhe kam marrë në Lidl, edhe kam harruar faturën, nuk e di nga ka. Që tua të regoja se sa kam kushtuar. Pas ka patur një gjë këtu që mund ta marrësh edhe ta ndjesh aromën. Oh well. Shikoni, ka një gjë të vogël që e kishte të ngjitur. Ka këtë gjën e vogël që e kishte të ngjitur aty te pjesë e kartonit, por që unë nuk e pash. Është çka? Edhe këtu ka marrë pjeshk edhe ti çaj revin, kur jam fiks nga ato të Baçës, edhe pse di që shihen më shumë se nuk do kenë si ato në Shqipëri. Nuk e di domethënë, duken shumë të mira, do ta provoj pastaj pasi ti live. Pastaj, nuk e di kur do i provoj sepse sot na kanë hequr ujin, nuk e di se ç'po bëjnë sa rregullime dhe gjatë gjithë kësaj jave në këtë periudhën midis orës 10 edhe 5 nuk do kemi ujë, kështu që kam marrë disa kërpulla edhe për të gatuar, pastaj do gatuaj. Edhe këto i marrë zakonisht më punë sepse janë të thjeshta për të qunuar, patate. Edhe gjithashtu shkova te një dyqan grek, edhe kam marrë dolma, nuk e di si quhen në shqip, harrova emrin, po dolma apo kështu shquhen në shqip. Nuk e di. Këto gjërat me gjithë rushi, nuk janë me mish, janë vetëm me këto orize të gjërat e tjera. Disa fara kungulli që zakonisht e hedh sallatës. Kjo është gjë më e mirë. Bëre çokoladë. Nuk është se kam shumë qejf ëmbëlsirat, por për këtë çokoladë të vdes edhe ta hakshë çik nga çik. Ku jam ato ditë të mia zakonisht. Edhe, në fakt kjo është gjë më e mirë, jo, është djath i bardhë, djath feta, nuk e di se si i quani juve, por që unë vdes e marr gjithmonë Arohova, më duket e ka emrin, të ka i dyqani greke dhe është, nuk e di domethënë, madje më i mirë se ai që ka pas marrë kur isha në Shqipëri. Edhe më duket kaq, nuk e di nëse kam harruar një qese kështu vërdall, po më duket kaq gjëra ishin. Tani do filloj do t'i organizoj pak këto që nuk ka nevojë për larje, t'i fus nëpër vende edhe të presojmë pastaj për të ardhur që të lajt e tjera do të filloj të gatuaj. Edhe tani siç e shikoni videos gati erdhi fundi, dua të falenderoj shumë për suportin që më bëni, sidomos ju që e pat video deri në këtë pikë. Mos harroni që të bëni subscribe më poshtë, të më ndiqni në Instagramin e keni tek description boxi më poshtë, edhe ne do të shihemi si gjithmonë në vitet e radhës. Deri atëherë, ciao. Për të nisur